Gjatë këtij sezoni turistik, Bashkia e Libovës ka hartuar një kalendar të larmishëm aktivitetesh me synim promovimin e vlerave kulturore, historike dhe natyrore të zonës. Aktivitetet nuk janë përqendruar vetëm në qytet, por edhe në fshatrat dhe zonat përreth. Përmes këtij programi, Bashkia synon të zgjerojë hartën turistike dhe të sjellë më shumë vëmendje edhe në destinacionet rurale. Organizojmë aktivitete shumicën në qytet, duke filluar tani nga sezoni i verës, ka një sër aktivitetesh që zhvillojnë traditat, festat popullore që zhvillojnë nëpër fshatra. Kjo qasje u jep vizitorëve mundësinë të njohin më nga afër traditat, natyrën dhe veçantitë e komuniteteve lokale. Sipas specialistit të turizmit Arjan Çano, aktivitetet e organizuara në zonë kanë tërhequr interes edhe nga turistët e huaj, të cilët kërkojnë gjithnjë më shumë eksperjenca autentike, të lidhura me kulturën, historinë dhe jetën lokale. Tani në sezonin veror ka aktivitete që shtrihen edhe nëpër fshatra, duke përfshirë këto festa tradicionale që janë si në Nepravisht, në Labov në sipërme. Dhe sigurisht që këto thithin edhe më shumë vizitorë, qoftë ata vendas cilët kthehen për pushime në vendlindje, por edhe turistët e huaj dhe vendas që ndodhen në qarkun e Gjirokastës. Me kombinimin e trashëgimisë historike, bukurive natyrore dhe aktiviteteve të ndryshme, Bashkia e Libovës synon të forcojë më tej pozicionin e saj si një destinacion turistik që ofron përvoja të veçanta gjatë gjithë sezonit.